صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم حبيبه ولم يخالف سبيله وسنه. يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اطلبوا العلم ولو في السين، أو كما قال: اطلبوا العلم إلى المهد إلى المهد، صدق رسول الله أو كما قال. Ndëruar të respektuar, këtë safari e falenderojmë Allahun Xhella wa Ala, Allahu që na mësoi këtë safari të arrijmë të gjumon. Nga cilësitë e Allahut te bareke ve teala është se Allahu është ai i cili i privilegjon disa njerëz edhe është privues. Dhe njerë i privuar, ne jemi të privuar, ai është privues. Ishte nëse marrë i privues, ai po doja Allahu jetë. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Sikur pas të ishte udhëzimi i Allahut, ne nuk do të udhëzoheshim, por e falenderojmë Allahun që Allahu na ka mësuar të jemi musliman. Nëse jemi për të parëve që me indike dhe gjumat, i marrë bereqetet e ditës e gjumat, prapë e alhamdulillah, ose të vetës unë e shku i parë. Ose shejtani ma zalla përtohë, ose i merë ato intrigat e veta edhe të lajtit. Po kërkam rëgjë për Allah që Allah të rojë për shejtani në hajdanë. Inshallah dhe këto benefitet të ditës e gjumat, Allahu inshallah të ne kompenzone në botën tjetër, inshallah. Se zatër ne do të kemi të herësinim nga mirësitë e kësaj bote që Zoti na jep, Allah do na kompenzone në botën tjetër. Për shumë mirësive Zoti që na ka dhënë neve, ne Allahu duhet të hamdi vetëm për Allahut din dhe mbështetje të kërkojmë salat e selam. Kur edhe shpesh herë në mënyrë të posa as për kam për qëllimin se në mënyrë specifike që edhe ditëve tjera duhet të dërgojmë salavat me pejgamberin selam. Dhe veri malkuar qoftë ka të pejgamberi sa me cili në prezentën time përmendet emri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe ai nuk do të dërgon salavat. Pra duhet ta mësojmë gjuhën tonë me salat e selam me pejgamberin. Unë kam 50 vjet në xhamat në tjetër, kur kam qenë shumë i mirë, kur boja ka zonë të ders, apo ishin probleme të rrugës, u përmendë emri Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë ndaj që ka çdo goje xhamat të shalla sallallahu alaihi wasallam. Tash në xhamat ka vdek, unë do ta përmendim me emër, kem pak më i shkurt në një xhamarit tani. Në momentin kur nisha xhamia i parë, ishte se xhamia i fundit të ardhite, e dëshmojte. Edhe e dëshmojnë në xhambi këtë njeri dhe ditë e fundit Ramazanit po di itikaf. Dhe u shita xhamia, rregët e ode, atë e kishin bukën ata krejt. Ka bo në rrashë po itikafi këtë njeri, që itikafi nuk posë, ose në ditë është keqë. E kam përna se shumë edhe një njeri të qërë salavatën për Pejgamberin. Sa të ishin xhamit ishin nga shumë, drita kishte ma parë, në drita shumë pak xhamave të të. Amo si kur ishin më pak dritë, njerëzit duke sa më shumë ishin dritë në zikër me ibadete. Sot kemi bo pak xhamave të me saltanat e madhëllojë. Amo duke se ka është zbehur puna e zikrit në xhamon. Në përmendja e zikrit. Allah inshallah na përsa. Prandaj, ne sot inshallah ta'ala do të mundohemi në disa cikle ligjëratash që të mbahen, që s'kemi kohë, për causa se s'kan kohë para ne, por do të mundohet që ta riparoj imanin tim para ne dhe imanin tuaj inshallah ta'ala. Me ligjëratat vyuse, ose që jemi në praktikë që së vjetorit të
të dytë, që të ndosin studentët e kështu me radhë, do të mundohemi që të japim hakun si e ka vlerësuar Allahu te bareke ve teala njerëzit e ditur dhe njerëzit e paditur. Sipas komentatorëve të Kur'anit të mëra, njerëzit që e kanë sfortyer Kur'anin, njerëzit të cilët e kanë studiuar Kur'anin, thotë se në versetet kuranore, në ajetet kuranore dhe në mënyrë direkte apo indirekte, mbi 840 vete është bërë komparacion mes të diturit dhe të paditurit. 840 vete është bërë komparacion. Që kam thonë ka dhe ma shumë, ndoshta po ne si kemi zbuluar apo si kemi hurtuar më tepër. Ato që kanë arritur disa të shkruajnë 800 komparacione, 840 komparacione, do thotë krahasime. Sa për e lëzdim vetëm të përmendin, Allah ka thënë hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ka thënë Allahu duke tërhequr vërejtjen edhe duke na treguar neve, edhe ka thënë ato vallë janë njerëzit të ditur të paditur të barabartë. Kjo më mirë është të kuptojsh mos ta marrë media se mund të jetë i barabartë i ditur dhe paditur. Çfarë do të thotë? Largoje përmendjes se mund të jenë të barabartë njerëzit që dinë dhe që nuk dinë. Pastaj është nuk mund të jenë të barabartë popujt që dinë dhe nuk dinë. Nuk janë të barabartë njerëzit që udhëheqin të ditur dhe të paditur. Pastaj ka thonë nuk janë të barabartë i dituri nga i padituri, sa mund të jetë të barabartë i verbëri nga ai që sheh. Qori, ai që nuk sheh, edhe ai që sheh. Ne bile që nuk sheh hiç ai shumë keq, që është do të sprovë Zoti, pra të nuk sheh, Allahu e ka sprovuar, e sprov Allah. Por ka njerëz të cilët nuk shohin të mjaftueshëm. Ka njerëz që nuk shohin të mjaftueshëm, do të sa duhet. Sigur ai që nuk di mjaftueshëm. Edhe Zoti ka bërë komparacion, pra një komparacion është shumë më me peshë, ato vallë mund të jetë i barabartë i vdekur nga i gjallë. Popujt e pashkolluar, Allahu i ka krahasuar si popujt e vdekur. Njeriu i pashkolluar, Allahu e ka mësuar se kur njeriu i vdekur, i vdekur në shkallë, në gjenazë, në rrotulloje kanë të ushoje, aja s'ka pas, jo. Edhe ashtu Zoti te bareke ve teala. Po në nismën e shpalljes së Kur'anit pamërat, në shpalljen e Kur'anit pamërat, Allahu te bareke ve teala kur e ka shfaqur Gjibril Eminin para pejgamberit alayhis salam, e ka shfaqur me një imperativ shumë interesant, se imperativi 3 herë është përsëritur. Urdhri është përsëritur 3 herë. Njëri ka thënë Iqra. Lexo. Pejgamberi sa të nuk jam prej lexuesve, nuk di të lexoj, s'ka qenë prej lexuesve. Ata të Gjibrili ka ngritur zërin pak më shumë, e ka thënë Iqra. Ai nuk ka thënë më sti. Ka thënë lexo. Pra pejgamberi sa nga dhënë një përgjigje se unë nuk jam prej lexuesve, nuk di, ata të Gjibrili e ka marrë dhe e ka shtrënguar për gjoksin e e ka marrë ka shtrënguar për gjoksin, anë i ka zbritur të 5 ajetet e para të suratul Alaq, 5 ajetet e para që të zbritura, atër i tha Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Këto janë 5 ajete kuranore që Allah te bareke ve teala e ka porositur Gjibrili që t'ja mësojë. Padituri. Unë sot para jush duhet të regjistroj një çështje që gjatë fakut të dash ta regjistroj unë për veten time, ose nuk e kam pas shumë qartë për veten time, njerëzit më njëherë kanë krahasuar diturinë si ditori apo kërkimin e ditorisë, se njerëzit njerëzit kanë menduar se bajt një kushi ka thos fakultetin e inxhinierisë, kompjuteristës, geografisë. Këto dituri janë dituri farzi kifare.
Farzi kifajë nëse një njeri gjitët pra dhe qitë një këtë qështë që tjera këtë rotën, mos me njëmë së prej shumë tare. Ka dhe të një farzi ajnë, për si të njeri të të ati. Unë ju prashtë një pyetje, vetës edhe juve. Diturit e një shmërisë të Allahu do t'i dish se si të Zotë. Kjo nuk ka këtë obligot hoxha, së obligot gjematë, obligon gjithë. Diturit e regullat e namazit si do të faret personalisht. Divergjencat e namaz nuk obligosh se t'i dish kretë për fatë atë në gjithë. Amon t'i dish farzët, vajibët, sunetet e namazit, levë, selam, këtë e kje farës. Ti dish dispozitet e agjerimit e ke farës, ti dish dispozitet e zëgjatit e ke farës. Ajnë. Ma thjeshtu do të ma para ka është përdorë në 7 vjetrit me të nga vërtetën këtë, të unë se kam rrike. Apo hoxha se kam shetë një cili nuk i ka ditë shartët. 33 shartët e ka vetët, s'kajtë 3 shartët i vetët. Dhe ka thonë se s'ka morën një qëmë, dhe një përmi që nuk i ditë 33 shartët. Ashtu e kanë kushtuar dhe kanë ditë ma mirë njësë se diturit e përgjithshme që Zotit e Barek e Vëtara e ka obliguar besimtarin se ai duhet i mësone. Bos fjala për me një kohë kur njerëzit shumë pak kanë pas letra dhe literaturë që të mësone. Kam pas fatin që t'jem dikundit dimi e nishë në fshatin Jamoqishte e Epërme. I tregon një haxhi i cili është për rahmet Allah të shira, buri me ju, të shme për Allah, buri safit të parë. 6 vjetë të gjithë, asë njerë nuk kom një në para ti në gjami, dhe 6 vjetë të gjithë, asë njerë unë si në mos të rejtë të bajtë, nuk kom darë para ti a i kundit, njës ka një të tjeli. Ashtu ishin ti gjematë, ashtu ishin atë të parët, e një të sërë nuk i kadin dritët e gjamonës, ti hishin atë me një qashtu, vetëm për një sigur. Me Kur'ani këpa, nësë me Kur'ani këpa. Edhe rejnin vonë, edhe ishte shumë i tërmishëm, a i tha, në vitin 1968, shumë herë, kam qenë në ligjë. Ne e patë prani indianë për shmjakishtë, i Bosë, se Bosë ka konë atër shtyp shkroja atje ka kone, më të në ilmi dituria e konë Bosë, për të ne vonë ka. Para me dojë zjazmollëki më i matë se me dhenë shkoni, edhe që konë pas shkoni njërëzit e atë marë në sandër bazar ke një sahat. Njëri qëtër, që va ka qëtë, atë marë shumë a një sahat. Unë për vete fori, nësë për juve. Libraria u boke, kush ka pas për jush, edhe premejnë për jush, që një njeri që ka servuar, një kohë të saktuar, ose të të ta marrë këtë libra, që qëtë libra ka përnë tash në librarinë tonë, në bibliotekën e Gjamonës. Kjo të thotë se interesimi për të punë gradualisht degradon dhe është duke shku, është në randin e sipër. Që ne, unë e kam thonë shumë herë dhe prave për sëpës, ne ende kemi problema a jetin e pasë, videolini e videolisë. Si ta për anëjës e përstram, el-ilmu, tariqë të sunala, i muslimin, a vërë muslimin. Dituria është pas, parada. Pas, e që të besimtar, dhe besimtar. E këtone nuk i dalaj, fjallë për anëjës e të vetëm fara. Kulli ala kulli muslimin, a vërë muslimin. Në të për qëtë besimtar dhe besimtar. Ajo që duhet me thonë me kujtesë për kërkimin e diturisë, njëherë dhe të krahasojmë, Allahu para se ta krijon njeriu, Ademin a.s. ka krijuar melekët. Para njeriu, njerëzit janë të krijuar xhinët. Pastaj është krijuar krijesa. Dhe njeriu është krijuar nga voçi, nga bata e tij, min hamelin masnun. Melekët janë të krijuar nga drita që reflekton dhe xhinët apo shejtanët janë të krijuar nga zjarri që flakron.
Për ka gjatësia, ose gjatëmi ka mori gjatë, kënjesë e gjatë, ose i kundi arshin, 33 arshin ka qenë, nuk ka sa ka qenë, por kryesore ka qenë, bazë gjithë analizëve mbi 30 metre ka qenë Hazreti Ademi i na. Po shtu ka qenë njerëzit më të mëdhenj, pastaj është zhvogluar, është reducuar shtati i njerëzve, edhe kështu do të mbetet deri në ditën e Kiametit. Ka melek më të mëdhenj, ka melek më të mëdhenj se Ademi alayhis. Allah e detyroi me lajë që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis për gjithë për zikr, por edhe për zikr, Allahu nuk i detyroi, domethënë nëse me lajë që të mos bëjnë zikr Ademit alayhis. Allahu te bareke ve taala. Por Allahu te bareke ve taala e dalloi njeriu nga të krijesa tjera, edhe nga xhinat, edhe nga melekët për sejdë të Allahut. Në dituri, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Se ka Allahu Ademit alayhis salam ja ka mësuar emra, domethënë emra të sendeve. Kështu Ademi alayhis salam pakon si me kon prej klasës parë. Allahu te bareke ve taala që ka ngritur njeriu edhe prej melekëve, edhe prej xhinëve, e ka ngritur që t'i bën sejdë, kush ka qenë sebebi, jo zikri. Ka melek. Prej kure ka kryer Allah vetëm rukun nga Allah, vetëm rukun. Ka melek prej kure ka kryer Allah vetëm kam, qiyam i bën ibadet Allahut. Ka melek që Allah i bën ikram vetëm sejdë. Ka melek që përmend vetëm Allah, fjala subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ka melek që përmend alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, shukran. Ne gjithë këta domethënë, gjithë ato që po kanë melek. Njeriu është më i ngritur, dhe Allah e detyroi dhe me lajë të bëjnë sejdë me Islam, përse se njeriu ka një send që se kanë ata, njeriu ka sendin e marrjeve të informacioneve, të mësone edhe të zhvillohet. Pra, Allahu urnën e parë që e ka porositur me ajete kuranore është i karatë dhe dozë të përse i jam rëndësi sot ditë të gjuma, për këtë që i kam dhënë edhe disa rendeve tjera që i kam dhënë prioritet, edhe dhe vështëm të jam prioritet, se vetë se më kam nisur të gjysmëvjetori i tij. Ka nisur gjysmëvjetori i tij, ka nisur mjesë, ka nisur kam filluar domethënë jo në hap banka shkollore. Nëse ne sot jemi të huar gjithë ditën e gjuma që Zoti na bën ka bu namazin e xumas, nëse i maratimin tjetër nuk e kemi, si do të dalëm Allahu te bareke ve taala. Sa ne jemi të interesuar se fëmijë, vitet e para të shkollës, çfarë bën ata? Ai një urë me fëmijën tonë, sot ditën e parë. Si zakonisht ne e dim bile isi vetëm ditën e parë se sa herë dim, duke se në javë është, se dia është në javë, ama duke se në javë është e parë bosh. Se as ne të interesuar, as ato të interesuar, as kërkush tjetër të interesuar, edhe bile kemi rrafsha me ditë e parë. Nuk marrën fletore, s'marrën pengalla, bile në çanta nuk marrën fëmijë. Kush marrë, po ditë e parë, shkollës, nëse ditën e dytë, ditën e tretë, po ditë. Edhe po tash sa nisi ditën e martë, po kurën, ditën nesër, sot e çulla. Ai kjo java, pit honën e diçë. Me humbur kaç kohë. Për kërkim të diturisë në fenë tonë është kjo punë shumë e keqe. Pra do të jemi shumë të kujdesshëm në imperativin e Allahut te bareke ve taala. Pra, Ademi alayhis salam e përsin edhe ka marrë epitetin Khalife. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Këta marrë njeriu epitetin, zavendësi i Allahut tonë, për këmbë, se i cili do t'i zbaton ligjet e Allahut. Gjithë krijesat tjera që jo jashtë njerëzore, ato kanë ihtilam, instinkt kanë. Ato çfarë dia e kanë nuk zhvillohen, edhe ashtu Zoti njeriu e ka bërë për krijesës më të ngritur, se ja ka dhënë një format, ja ka dhënë një çështje që nuk ka askush tjetër përveç krijesës së njeriu. Tre komponente, kam thonë është edhe një herë, por prapë përsëritja është se marrja prim për në shëni. Tre komponente, tre çështje janë, tre organe janë, të cilët duhet të rishihen.
Një organ quhet luks. A ke vëron të haqë shumë të kushit fora për të një se në shishëm qëfar pa. Manevrimi luksë të mushën gjoj me ullë. Mushën. Se manevron të qka. Sensorët, kamën dhe ti, kur të hahet, luksë të barku, mushën të në mëshim, i cilë është halal, dhe është i pasterizuar, është i pastër. Se ushtimi mund tjetë për çështje që është halal, por nuk është i fituar halal, me nuk futet. Zemra është një organ tjetër e cila nuk ka ushqim. E do një ushqim vete. Zemra ka ushqimin e dhikrit, përmendjes Allahut. Të me i nërkërume, jo që të sotë zemra, njëri të përmend fjalët e Allahut. Kurse koka s'da asë një opinion për këtyre. Koka s'da vetëm duhet të mine dituri, edhe atë dituri të më të firë. Dituri e cila e ngritit njeriu edhe madhërën Allahun te bareke ve teala. Për atë Allahu thamë njeriu e ka bërë më këmbës dhe vend stop edhe që e ka dalluar Allahu për këtë krijesa të tjera se njeriu e ka dalluar me atë të diturisë se njeriu din. Dhe për atë imperativi i Allahut për fjalën la ilaha illallah nuk të thuaj la ilaha illallah. Si ka thënë Allah, fa'lam annahu la ilaha. Dhe dije, mësoje se nuk ka zot tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Kështu që nga fillimi i krijimit të Ademit alayhis salam, Allahu Ademin alayhis salam barën e gjonat elementare që ka bërë ai u dash me mësuar. Din e një Allahu më mirë, kur din e një pejgamberi më mirë, kur din e një namazin më mirë, kur din e i dinën e rregullat si duhet. E sot të vllazëri nuk kemi asnjë arsye që mund të thonë se nuk i kemi pas mundësi apo nuk na është e mundur. Këtë shohim dhe nga hadithi me Amerit alayhis salam, gjëja e parë Allahu gjithë ka krijuar. Semën e parë gjithë ka jara pesë. Qalam. Hidr wal qalam. Thuhet të dhimbë, gjirën dhe nafsin të shkruaja. Edhe i ka thonë nafsit të regjistroje të shkruaje. Penda, Allah ma u shpetuar në Kur'an. Wal qalami wa ma yastur. Pasha penda. E cila regjistron. Ma herët ka qenë e penda, e që shishe kanë pas të shkruaja, jo do nafsi. Qalem në njërë, i ka thonë njërët, bërë një kalem, kështu ka thonë njërë. Nëse që i shkruan, pas të i dorën stilo lapsa, sot ka dorë shkunësi, darën markerat, sot lapsi nuk ban punë, pendë, gjithë sot pendë është testatura. është për të tërpruar unë për vetës time, jo për jush. Që sot halami unë të njërë dhe fëmijë, kësho dhe tritë, por ato, se realiteti është, hala dhe du me qkrash për shte këtë punë, që me hazër i kiti shkrash të gjona kretë, sot është testatura. Sot është testatura, sot jemi. Gjërahem njësit ato për telegrafët dhe makinët, për qkrash, kanë konë shumë zosh me posë, maqineria është për shpinë. Sot ne, mas pak të më i kam 5 testatura në shpiteme, unë i kam mas pak ti. Se me telefonat, se në ato kanë testatura, po në dhaje, shprej nesh është duke shkrutur, ose kërë është duke mësuar. Pra dhej, dhe djetë kjo të shumani dhe të që janë përrejt e vetës time dhe juve, se nisi që shumë jetovi. Tu të ullim i para fëmijët tonë, nëse disë vjetorin e parë fëmijët nuk kanë qenë shumë sukseshëm në salon, t'i shtërgojnë, edhe të marëm seriosisht, edhe të thonë që po afani ma jo që kalojnë, por startonë, disë vjetori ti, apo ajo sezoni ti i shkollimit, atër që të kjenë rezultate. Seriosisht, nëse ju prej sot angazhoni, qoftë për te shkolla, qoftë për te mekteti, angazhoni për disa muaj meren, nëse ne angazhoni seriosisht të ngritet nivelli notave të të nëzotit e të zonjët e kojnë. A nëse e shtem, rapi, ashtu të kur jemi duke në shuar, ata të disë të kemi përgjësit dhe më mari para Allah.